Universiteti Shëngjirili dhe Metodi me një sërvërejtjeshe për propozim ligjin e arsimit të lartë. Drejtuesit e universitetit dhe pjesa më e madhe e profesorëve thonë se preket autonomia dhe se kriteret për thirrjet janë të paarritshme. Presim autonomi më të madhe për universitetin, si autonomi funksionale ashtu edhe kadrovike. Shpresojmë që disa pjesë që janë tepër të rregulluara të relativizohen, të hiqen, në mënyrë që të lihet më shumë e drejtë autonome universiteteve. Të kemi më shumë liri për zgjedhje dhe rizgjedhje në tituj, në kategori të ndryshme. Me që jemi fakultet i arteve, artët si një veçanti apo si një specifik cilën e përmbajnë në vete nuk janë shumë të marra parasysh dhe bien ndesh me rregulla dhe ato gjërat cilat kërkohen nga ne si qoftë si fakultet, po ashtu edhe si artistarë. Ministri i Arsimit Vesna Janevska tha se e kupton frikën e komunitetit akademik që duhet të kalojnë nga një fazë në tjetrën, por sipas saj kriteret e propozuara janë të arritshme. Ligji ofron meritokraci, ndërkombëtarizim dhe motivim për bashkëpunim që mungon të kuadri akademik, përfshirë edhe punën kërkimore shkencore, e cila është e pandashme nga ajo arsimore. Projekt ligji ka mundësi për përpunim të mëtejshëm, pra disa dispozita do të ndryshohen sipas sugjerimeve të komunitetit akademik. Janevska tha se pas përfundimit të gjitha debateve publike dhe më pas, kur gjithçka të jetë korrigjuar siç duhet, ligji do të publikohet sërish në ener për disa ditë, pas e cilës do të hyjë në procedurë qeveritare. Janevska informoi gjithashtu se gjatë ditës së dieshme në ener është publikuar edhe propozim ligji për veprimtari kërkimore shkencore.